Përmarrjet që dominojnë ekonominë shqiptare janë bizneset e vogla dhe të mesme. Duket se për shumë familje shqiptare hapja e një dyqani apo njësie shërbimi në fushën e tregtisë me pakicë dhe shumicë është e vetmja alternativë për t'ia dalë jetesës, por cilat janë mundësitë në tregun shqiptar. Nëse hap një biznes të vogël, a ke mundësi të bëhesh i mesëm apo i lartë, apo gjasat janë që të mbetesh i tillë? Do të analizojmë tipologjinë e bizneseve vendase me ekspertin e ekonomisë, zotin Ergis Sefa. Zoti Sefa, faleminderit për këtë intervistë. Pikë së pari doja thjesht të pyesja nga analizat që ju keni dhe që keni kryer, sa e vështirë është të bësh biznes në Shqipëri dhe i referohem këtu kryesisht biznesit të vogël. Është në kufijt e mbijetesës apo ka biznese të cilat kanë një të ardhur të mirë që mbajnë dhe ja dalin jetesës në vendin tonë? Çfarë thon studimet pak a shumë të tregut që ju mund të keni? Fatkeqësisht biznesi i vogël në Shqipëri u bë shumë vite që po mbetet i vogël dhe po kemi një shtrezim në dy kategori të ndryshme. Kemi një pjesë të tij i cili po shkon drejt mbijetesës dhe kemi një pjesë tjetër e cila po tenton të rritet. Dhe për të krijuar të ardhurat gjithmonë më të mira. Tani fatkeqësisht është vetëm një numër i vogël i këtyre bizneseve që po rriten dhe që po mundohen kryen të ardhurat më të mëdha. Shumica janë në nivelet e mbijetesës. Në fakt, të dhënat e Institutit të Statistikave tregonin që të paktën për 2023 kishim 120.000 biznese aktive. Sigurisht, tendenca mund të jetë që në 2024 mund të kemi një shifër pak më të rritur, por çfarë është, si e lexoni ju këtë tregues në raport me numrin e popullsisë në vend? Është një shifër e konsiderueshme bizneseve që operojnë në vend, 125.000 apo 140 sa mund të jetë mbyllur e 2024? Padyshim, duke marrë parasysh që sipas censusit ne kemi ngelur vetëm 2.4 milion banor, numri i bizneseve të vogla është vërtet shumë i madh dhe është një tregues edhe një herë që shqiptarët po e shikojnë si një mënyrë shumë të mirë hapjen e një biznesi të vogël për mbijetesën e tyre dhe jo më punësimin. Megjithatë, nga ana tjetër, kjo tregon edhe një herë që niveli i punësimit në vend dhe ajo që ofrohet nga punëdhënësit nuk është në atë që po kërkon popullata. Në fakt, tek tipologjia e bizneseve që operojnë në vendin tonë, ajo që të tërheq vëmendjen le të themi ishte që rreth 44.000 biznese operojnë në fushën e tregtisë me pakicë, shumicë dhe ofrimin e shërbimeve të servisit automjeteve. Mekanikët pra. Mekanikët, Pse kjo tendencë, domethënë, është ky sektor, le të themi, kryesori që mund të ofrojë një të ardhur, po themi, për këto bizneset e vogla? Pse kjo tipologji biznesi mbizotruese në tregun tonë? Po ky është një tregues i një gjendje akoma dhe më të madhe, diferencës ndërmjet prodhimit dhe shërbimit. Bizneset që ju përshkruat janë biznese shërbimi, kryesisht, dhe fatkeqësisht, do të them unë, në Shqipëri prodhimi është pothuajse në zhdukje dhe është bërë gjithmonë më e vështirë për të hapur njësi prodhuese, qoftë edhe njësi të vogla prodhuese për një apo për dy persona dhe shumë më e thjeshtë për shërbim. Për shembull, ne ndodhim në një nga rrugët më të vjetra tregtare dhe po të shikoni në Tiranë, dhe po të shikoni që pothuajse, po them 95%, mos them 100% e bizneseve këtu janë biznese shërbimi. Dhe prodhimi është dikur ka pasur biznese të cilat ishin edhe në prodhim, me punishte e vogël. Sot fatkeqësisht nuk kemi më biznese të tilla, kemi tërësisht vetëm shërbime. Është një mënyrë e shpejtë për të hapur një biznes, është një mënyrë e cila ofron diçka të thjeshtë konsumatorit, të cilët mund në është ardhura më shpejt, dhe mbi të gjitha është një mënyrë e cila të jep një mundësi dhe një xhiro të përmuajshme dhe të kesh mundësi të mbijetosh. Po jo vetëm kaq, zoti Sefa, të dhënat tregojnë që kush hap biznese të vogla në Shqipëri dhe në fushën e shërbimit, mbizotërojnë kryesisht ata drejtues të këtyre bizneseve që nuk kanë arsim të lartë, mund të kenë arsim të ulët dhe të mesëm. Është ky edhe një tregues plus që këto lloj biznesesh pra të orientohen dhe të mbeten në sektor të tillë shërbimi? Patjetër. Këto janë biznese të cilat nuk kërkojnë një uhuri të mëdha që duhet të kesh mbaruar patjetër universitetin për të shkuar në lart. Këto janë biznese të cilat kërkojnë një uhuri të nivelit fillestar, bazik dhe një uhuri teknike, siç është rasti i mekanikëve, të cilët më shumë janë një uhuri teknike dhe profesionale, që vijnë më shumë nga arsimi profesional. Dhe më pas kanë bërë me praktikën se sa i zoti apo e zonja e në shitjen apo në riparim në makinave, po themi. Ndërkohë që po të shikojmë bizneset
të një kategorie tjetër që ke nevojë të kesh datësi më të mëdha, për ato që duhet marrë në universitetin. Për shembull, zyrat e kontabilizmit miratuar, që janë profesione të rregulluara, të licencuara, duhet të kesh mbaruar shkollën e lartë, kesh një licencë me specializim posaçëm. Ata janë gjithmonë e më pak. Kjo mënyrë shifet edhe si një formë, e theksoj edhe një herë, të ardhurash të shpejta, pikërisht për këto kategori njerëzish, të cilët në fund fare bëjnë një zgjedhje, që për mua është një zgjedhje shumë korrekte, që përtesa të vazhdojnë edukimin në nivel të lartë, futën tregun e punës në formën që ato gjejnë përshtatshme. Megjithatë, zoti Sefa, kjo tipologji biznesesh ka vite që është në të njëjtat tendenca. Domethënë, në vitet e fundit vazhdojmë të na dominojnë kjo tipologji biznesi, pra marrja me tregti me pakic, me shumic, serviset e automjeteve si shtam, është akomodimi në vend të dytë për nga tipologjia e bizneseve dhe sektori ushqimor. Ka që vështirë është të ndryshojnë këto tendenca? Më shumë se një dekadë ne vazhdojmë të qëndrojmë në të njëjtat në të njëjtën fushë, po themi në të njëjtat tendenca? Në fakt ka pothuajse 2 dekada, është akoma edhe më keq. Po është e vështirë. Mos t'i bjem rrozu, po ta themi troç. Po është e vështirë sepse kjo ka të bëjë me nivelin e produktivitetit të ekonomisë në përgjithësi. Duhet ta pranojmë që ekonomia shqiptare është ekonomia më pak produktive. Banka Botërore është ajo e cila e mat për rajonin, për Ballkanin Perëndimor, dhe për shembull për 2023-shin, në raportin qendror tregoi që ne jemi ekonomia në rajon me produktivitetin më të ulët. Në një farë mënyrë ne kemi ngecur në vend. Rritja ishte vetëm 2.5% në 2023-shin, ndërkohë që edhe Kosova dhe vendet e tjera kishin pak më të lartë se ne. Kjo do të thotë që duke qenë se kemi një nivel produktiviteti të ulët, edhe këto biznese e kanë vështirë të rriten dhe megjithatë e kanë vështirë të transformohen në pjesë të tjera të zinxhirit vlerës të ekonomisë në mënyrë që të rrisin dhe të ardhurat e tyre. Dhe kjo na ka bërë që si ekonomi në tërësi të ngelim në vend. Kemi më shumë se 3 vite që flasim për krizën më të madhe që ka ekonomia, që është mungesa e fuqisë punëtore. Mungesa e fuqisë punëtore është shoqëruar me presione të forta për rritje pagash, por edhe këtu ka shumë vend për të diskutuar, sepse kjo rritje pagash duket se nuk është e njëtrajtshme dhe nuk është e shtrirë në të gjitha pozicionet e punës, flas në sektorin privat, sepse shtetin e dim që i ka rritur në 2 vitet e fundit me reformën e pagave që ka aplikuar. Shohim që të dhënat e Instatit konfirmojnë që nga 125.000 biznese aktive në Shqipëri, gati gjysma e tyre janë të deklaruar pa punëtor. Çfarë do të thotë kjo? Pra që më thonë za pronari është dhe punëtor, është gjithçka bërës. Mungesa e aftësisë për të marrë njerëz në punë ka të bëjë më shumë me të ardhurat që kanë këto biznese. Të ardhurat e tyre janë aq të vogla sa që për to është një kosto e shtuar dhe kosto e madhe që të marrin dikë tjetër ta punësojnë. Dhe nëse do ta punësojnë me një nivel page të ulët. Pasi është një barë e rënd për të. E theksoj edhe një herë, kjo ka të bëjë me produktivitetin e ekonomisë tonë, sa dinamike është ekonomia jonë. Dhe në këto 2 dekadat e fundit, ekonomia jonë është gjithmonë më pak dinamike. Ama nga ana tjetër, kemi disa sektorë, në tërësi veçantë në ekonomi, të cilët po kanë një rritje shumë madhe dhe në nivelin e pagave dhe të ardhurave. Po kap një shembull i cili është ndoshta shembulli më klasik. Sektori teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, apo sektori IT, sa në gjuhë popullore. Që është dhe më i kërkuari. Ku të rinj po futen më shumicë dhe sidomos në 5 vjeçarin e fundit mbas periudhës Covidit, po kemi një vrull të madh dhe në punësimin në këtë sektor, po edhe në të ardhurat që po vinë në këtë sektor. Të ardhurat në këtë sektor janë një diferencë shumë më të madhe me mesataren, po flas gjithmonë sektorin privat. Këtu kemi paga që fillojnë nga 2.000 euro e sipër, për të rinj dhe të reja të cilët janë nën 30 vjeç, sepse njohuria specifike teknike që është shumë e kërkuar. Por edhe këtu e theksojmë, kush e bën diferencën këtë në krahasim me mekanikun apo tregtin me shumicë dhe pakic, siç flisim shpar. Sepse këto të rinj dhe të reja afrojnë kryesisht shërbimin jashtë. Pra afrojnë shërbimin online tek punëdhënës të tjerë të cilët janë, apo bizneset të tjerë të cilat janë jashtë, në Gjermani, në Itali, apo në vende tjera të BE-s. Nëse do të ofronin këtë shërbim brenda tregut ton, përsëri niveli pagave do të ishte shumë i ulët se ato që kanë realisht. Në vendin ton, në këtë tregun ton, është e vështirë që të bëhesh nga biznesi i vogël të shkosh i mesëm dhe pastaj të rritesh të bëhesh i lartë? Është do thoja apo është e pamundur? Jo, nuk është e pamundur, por do të thoja janë rritur shanset së fundmi apo përkundërsi.
Janë ulur. Përkundërzi shanset në minimum kanë mbetur të njëjta, në mos them janë ulur pak. Fatkeqësisht edhe për shkak të konkurrencës jashtme, jo vetëm brendshme, që ti të rritesh dhe nga biznesi i vogël të bëhesh i mesëm, aq pak i madh, të duhet një mbështetje dhe një dorë e madhe. Jo vetëm aksesin financë, në biznes që të rritet ka nevojë për aksesin financë dhe likuiditet në vazhdimsi, dhe sektori bankar këtë ka vështirësuar gjithmonë më shumë, duke ngritur rregulla dhe barriera të mëdha, fondi investimi s'ka, dhe nga ana tjetër ty të duhet që të kesh edhe ekspertizën e duhur, pra do duhet gjesh njerëz të cilët kanë atë njohurinë e veçantë specifike që ta bëjnë biznesin tënd që të rritet. Fatkeqësisht unë e kam marrë Gjermania dhe Evropa, kohë të fund gjithmonë më shumë. Dhe në këtë grask që kanë ngelur bizneset e kanë shumë të vështirë të rriten me forcat e tyre. Unë falenderoj që ndave me mua këto analiza. Faleminderit për ftesën.